Djallën kam autizëm, ja ka ndalë paret, kërgjë. Po, kena bo kërkes, po s'po ndërnën masa kërkës. Me autizëm ka tash për 21 vështirë, po shumë. 2 orë as flaj të natën, nuk flaj për me qitë me hangër. Hinë shqitore, kërkën sene, ka qef me hangër, e kësi sene po, i kapi me ka qef. Unë s'kam gjona mja bli. Që i kësh mytë një gru vetën, që të i këshin gjithë mëtë, dekë të këshin gjithë. Edhe për mua shumë e randë, për me një thmi me autizëm, lartë halitë, mos me pas penzion. Djallën kam autizëm, ja ka ndalë paret, kërgjë. Kur ja ka ndalu? Ja ka ndalu që një muj. Po, që një muj ja ka ndalu. Se ja ndalun paret? Nuk e di. Çka ndodhi? Nuk e di. A keni bo kërkes? Po, kena bo kërkes, po s'po ndërnën masa kërkës. A e din arsyën të paktën pse? Nuk e di qeveria, si. E këtë dokumenta ku ishe? Këtu që ka. Djalli mja ka nalë pensionin, kjo është me hapësit kufizumë. Sa kohë do më thonë merë për djallin? Marë nëse kjo aptikë është në krejt e këqyri. Kur që nuk bëm pa, se unë e kujdesna për të. Ju kujdesni? Unë e kujdesna për të krejt. E keni të vështirë, djetë si nanë? Po, Që sa vite? që kjo është me autizëm kjo ka tash për 21 vjetë, aptikë është. Kjo që nuk qyrë në sykë. Nuk jem drejt ashtë paqe, pa mundëse. A më dërgonë, sa është të vështirë? Është vështirë, po shumë. 2 orë as flaj të natën, nuk flaj për me qitë me hangër. Që shë kuptove që fëmija juha është më të vica? Kur mas 2 vjetë. Po. Sigurisht është e randë. Po, Te përjetosh pak si nënë këto? po shumë e përjetoj si nanë. A më dërgonë, gjatë ditës, a ka kërkesa shumë? Po, nuk hinë shqitore, kërkën sene, ka qef me hangër, e kësi sene po, i kapi me ka qef. Unë s'kam gjona mja bli. Kësutesh. Po, Kush kujteset për ty? Ke fëmi tjerë më falë? e kam, po, unë e për lartën, ma shumë lartën, për mu është lartë ma shumë se aptikë është. E kuptoj, është e vështirë për një nanë, bje keq shumë e ndirume. Kjo është jeta, duhet pajtohesh. Po, amo nuk, unë dje shumë në randë e kom përjetu që i kësh mytë një gru vetën, që të i këshin gjithë mëtë, dekë të këshin gjithë. Edhe për mu është shumë e randë, për me një thmi me autizëm, lartë halitë, mos me pas penzion, kur që tjetër. U e më thirje që këtyre personave përgjegjës, sa më shpejt t'u andajnë këtë penzion që e meritonë, Po, dhe që është person që i takon. po unë kësha ba apel, mos me nalë këtë penzion të mirë me autizëm, kur që tjetër. A më dërgonë, sa ki pas sprove në randë? Shumë, shprovë të ranë është me këta thmi, shumë. Po, dikush atë ka ndalë ndim? Njerës dikush. Kush t'ka ndimu? Kush ka mu qështu? Mja japin qështu, kush ka mu të. Sa më mund është mja dalë? Me 100 euro qësh mja dalë? Së më në mja nalë me 100 euro. Ju do të bëni përpjekje pra? Po. Po, se kjo nuk kom puna, kjo nuk është për me punue. Këtë unë do të me këqyrë, Çdo moment do të. pare do të me pas. Dhe është me apsit kufizumë. Qa kështë e thonë gjithë nanave që kajnë fëmijet me autizëm, një mesazh, një këshill? Nana, me thmi me autizëm, kështë e thamë është më bosa, nana sa ma të furta. Me konë sa ma e furt për këta thmi kështë tjetër. Për shumë e randë për neve. U kërkoj ndjekës vetë historisë jetës të ndihmojnë ty sa do pak. Inshallah dikush do të del në ndihmë. Shpresoj. A keni nevojë për ndihmë? Po, kena nevoj për ndimë që. Numrin do ta shfaqim këtu në historitë jetës. Do na japësh numrin tënd. Emri juaj? Jo, për që është dhona tjenë këtë të enë, të social. Po, mundet të ndjerë se kur të ndjekin, dëshirojnë të dinë edhe ku jetoni, ku jeni këtu. Bajram Kelmende, se numrin së di për mesh. Bajram Kelmende. Emri juaj? A jetë Halite. Për Zoti. Tore më të mirat, besoj që do të bëhet një zgjidhje. Amin me gjithë juve. Faleminderit shumë.